Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme mbi hënën e plot në aksin peshore-dash. Është një hënë që flitet shumë, një hënë roz, ku do kemi mundësi mbi ndryshimet që do vinë, mbi çështjet madhore dhe çështjet të rëndësishme. Një nga mundësitë që do të na jepen është ajo që kemi nisur vitin e kaluar, por pse dhe se si ndodhin këto gjëra dhe ku duhet bëjmë kujdes dhe shenjat që kanë përfitime dhe ndryshime të mëdha dhe mundësi të arta në fushën e karrierës, dashurisë apo e disa ndarjeve që kemi pasur dhe si është e mundur dhe sa mundësi ka që neve ti rregullojmë këto lidhje apo në çështjet financiare. Por para se të filloj me parashikimin dhe ndryshimin, ndikimin e madh që ka të bëjë me këtë hënë të plot që do flasim, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni